Shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 është përfshirë nga tensionet e para serioze vetëm pak orë pasi Greta mori drejtimin si lidere e shtëpisë. Vendimet e saj kanë shkaktuar pakënaqësi të mëdha te Selin, duke çuar në një përplasje kok më kok mes dy banorëve. Molla e sherrit ka qenë pikërisht ndarja e detyrave, ku Greta vendosi që Selin dhe Matteo të kujdeseshin për lavanderinë. Ky vendim është marrë si provokim nga Selin, duke qenë se vjen menjëherë pas një klimi të transmetuar në spektakël që krijoi situata të sikletshme. Për më tepër, gjakrat u nxehen kur Greta nuk zgjodhi të shpëtonte Selinën në zinxhirin e shpëtimit, por Kristin. Debati degradoi shpejt, kur Greta i kërkoi llogari Mirit, por Selin ndërhyri duke i kërkuar që të flasë drejt për drejt me të. Më fal, kam ardhur me ju, duke bërë fresk. Bërë mirin bëj ç'të duash, për freskun tim nuk kam nevojë, shpërtheu Selin, e cila e akuzoi liderin se megjithse pretendon se e mbron si femër, e vendosi qëllimisht në një hapësirë të ngushtë me Matteon. Por Greta nuk ja ka përftuar, duke i hedhur poshtë ankesa për lavanderinë dhe duke e goditur Selinën për sjelljen e saj me Mirin. Ke qëndruar në kërvat me Mirin, moj, nuk është gjë e keqe lavanderia, ti ke kaluar limitet të tjera, i tha Gerta, duke lënë të kuptohet se morali i Selinës është i diskutueshëm në sytë e saj. Kjo gjë ka mërzitur shumë Selin, apo edhe persona të tjerë nga jashtë që e shohin, pasi për ata që nuk e dinë, Selin dhe Greta janë kunata, pra Greta është e dashura e vëllait të Selin. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie mes tyre do të shkojë. Në qoftë se ato të dyja do të debatohen dhe do të ndahen dhe do të zihen, apo kjo gjë është komplet e planifikuar që nga jashtë dhe ato të dyja po bëjnë një lojë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.